Çdo gjë është gënjeshtër. Qytetarët janë lënë në varfëri. Qytetarët e anketuar nga Alsat shprehen të revoltuar për çmimet, një ditë pasi autoritetet u lavdruan se masa qeveritare për kufizimin e marzheve ka dhënë rezultate dhe ka ulur kostot e jetesës. Ka ulje sepse njerëzit nuk kanë para. Në vend që të blejnë 2 kg domate ose tranguj, do të blejnë gjysmë kilogrami. Jo, nuk ka ulje. 360 denari ishte çmimi specit për Ramazan. Kjo nuk është as në Gjermani, asgjë nuk ka, gjithçka është gënjeshtër, asgjë. Ima ma malku. Ka, por pak, shumë pak. Nema ništa. Nuk ka asgjë, nuk ka shtet, nuk ka asgjë, nuk ka shtet. Çmimet e larta, pagat e ulta, nuk ka asgjë shoqërore, askush nuk mendon për çështje sociale. Po mirë, ata e thonë, por kur shikon nuk është ashtu. 4 speca djegës 50 denar, 4 speca djegës 50 denar, ja 300 denar fasulja. Llogarit tani dhe thonë se standardi ynë është më i ulët se ai i Gjermanisë. Mos më tregoni për Gjermaninë. Fatura e rrymës këtë muaj më ka kushtuar 270 euro, kështu që nuk jam fabrik. Po kujt ti tregosh, është e vështirë për klasën punëtore. Nga Inspektorati Shtetëror i Tregut djena tha se sot do të marrin përgjigje për pyetjet se sa përregullsi kanë zbuluar për mos respektimin e masës qeveritare për kufizimin e marzhave, megjithatë akoma asnjë përgjigje nga atje. Masat e qeverisë për kufizimin e marzhës bruto të fitimit prekin 102 grupe produktesh, përfshirë më shumë se 1000 produkte ushqimore dhe jo ushqimore. Përveç marketeve, masa përfshin edhe kategoritë më poshtme të produkteve, produkte ushqimore thelbësore, buk, miell tip 400 dhe tip 500, vezë, vaj për gatim, qumësht, kost dhe dhall, produkte ushqimore me marzh prej 10%, mishi dhe përpunimet të mishit, sheqer, produkte qumshti, margarin, gjalp, perime dhe fruta të konzervuara, fasule, oriz dhe brumëra, produkte ushqimore dhe mjete higjienike me marzh prej 15%, fruta dhe perime të freskëta, detergjent, ushqim për foshnje, pelena, sapun, letër higjienike dhe të ngjashme.